ke iden se sa shajnë njerëzit. Nuk iden. Jo, ju jeni kështu. Jo, nuk thua se qysh e bën, nuk thua se qysh po ha buk. Kemi një lloj ndjenje inferioriteti. Kemi një lloj ndjenje sikur po na e bën për borxha edhe kaq sa po na jep, domethënë mirë edhe kaq. Kështu që mos ta harrim gojën se ndryshe të bëhet më keq. Është një lloj mentaliteti lëpirës pas qeverisë, domethënë, që unë besoja se mos të ishte vetëm në brezin e vjetër, që është e kuptueshme, se për shembull tani të gjykoj është një diçka që vjen me kohën e normalisht do kohë të dalë. Por jo, fatkeqësia më e madhe është një pjesë shumë e madhe. Moshën tonë, filet e më të rinj janë të rritur dhe le të themi të shplar me atë frymën që duhet ta mbrojmë këtë. Ky është betimtari jon, sepse dikur ka pasur më keq. Sepse ai tjetri është më i keq dhe duhet të mbrojmë këtë, edhe po të na vëri këmbën në fyt ky. Edhe po të na vjedhë çdo lloj centimetri që bëhet, ne duhet ta mbrojmë këtë.